dita 16, mirëmëngjes. Unë jam mësuar, kam bërë upload videon e sotshme dhe tani u vesha, bëra gati. Bëra këtë xhaketë kanë cute që kisha pa veshur që vjet dhe të gjithën këtë do e mbuloj me një gjuhë. Mos ripërsëritem. E dini tashmë keni mësuar përmendesh. Jashtë bën ftohtë. Por nuk e se kam të shkoj kush e diku. Kam bërë gati këtu një pako që duhet ta çoj te posta tani. Gjëja tjetër që pastaj më ngelet të bëj është të shkoj në Tigota. Një jetë nuk gjej çelsat e mia, një jetë, këtu janë. Po thoja të shkoj në Tigota sepse i kam mbaruar letrat e lagura qenkës time, ato që i fshim kënkë. Shqyr kisha në shtëpi letra bebesh, po ja fshim ato, por mirë të shkoj të blej të vetat, se ato që janë për kafshët janë specifike, janë më të mëdhaja. Ndërsa ato letrat e bebkave duhet të përdorësh në vend të një për ato të kafshkave, 3-4 me ato të bebkave. Këto gjërat e vogla kam të bëj. Mora kamerën time të vockël me vete të filmoj. E pak Lajde më tha, "Vem pas s'ke për ta përdorur, vem pas, nuk e për ta përdorur." Çfarë është ky budallaleku? Kështu që njerëz më detyroni ta përdor që ti shkojmë kundra, mos dal fjala e atij, e kuptoni? Se do më vi shumë i natë po doli fjala e atij. Pakon e lash edhe erdha te Tigotaja, por këtu ka shumë muzikë njerëz, e nuk e di se sa do më dëgjoni. Se kjo kamera nuk pranon as mikrofon. E dini çfarë do ju bëj? Makina hol. Meqense jam pak gjëra, precisht erdha për këto edhe këto mora, se mora pak, duhet i kisha marrë më shumë, maybe. Lecka Vileda për kuzhinën, edhe një refill i Zifit. E kam në shtëpi këtë pjesën që bën spray, kështu që ti blem vetëm këtë refillin nga momenti që bleva atë me spray. Edhe dini çfarë ka shumë erë të mirë, më pëlqen shumë. Ishte me ulje. E thash e di çfarë, po e marr tani më mirë. Tigotaja ku unë jetoj është ngjitur me Lidlin. Kështu që dua të shkoj të hedh një sy edhe atje, se është e hënë do të ndal oferta të shoh çfarë mund të gjej. Te Lidli Italis kam nxjerr këtë javë bizel, që është ajo që fshin divanin e tapetin që u tregova te videot e mia. Nuk kam atë bizel, po atë po kërkoja. Kur kërkoja të blej para se të ma dërgojnë. Kështu që e gjeni. Mirja te Lidli dy gjëra të vogla, bajta i vura aty në vend edhe po kërkoja telefonin në çantë. E nuk e kisha. Po unë nuk kisha lek me vete, se unë nuk mbaj lek me vete, mbaj vetëm telefonin e paguaj me kartën që kam të kaluar te telefoni. Edhe më zuri panik, thash, e kam haruar te Tigotaja që pagova, e kam lënë në makinë, po e kam lënë në makinë, mund të më kenë thirrë xhamin e ta ken marr. I lash të gjitha gjërat, edhe dola me vrap prita në makinë, këtu e kisha lënë si budallaçka. Thjesht që ishte poshtë kësaj që më dhanë Tigotaj, shqyr zotit nuk dukesh. Po se nuk dukesh e nuk e pash edhe unë direkt edhe u tremba, u tmerova. Hypi djers. Nuk rifutem tani prap në Lidl që të marr ato dy gjërat, s'ka gjë. Shqyr zotit kemi telefonin. Po. Përveç asaj që laje divanin e tapetin të bizelit, kishte edhe tenxhere inox. Tani un kam shumë kohë që dua të ndërroj tenxheret e mia. Tenxheret e mia nuk janë tenxhere të mira, janë tenxhere të thjeshta. Blevëm sa hyrëm në shtëpi, sepse ato që kishim më përpara, që edhe ato ishin të thjeshta, nuk punonin te fura jon, te soba jon, se më përpara kishim me gaz, më duket e shtëpia tjetër. As nuk e mbaj mirë mend, por nuk funksiononin këtu. Por puna është që kam parë që kam filluar e po ikën copka nga brata tenxhere, se kjo është shumë e rrezikshme, se të gjitha këto copkat kanë vajtur te ushqimi jon, nga ushqimi jon ka vajtur te stomaku. Edhe bie që po hajm ushqim kancerogjen. Nuk është mirë, prandaj njerëzit është mirë në një fazë të jetës të tyre të investojnë një kuantitet lekësh për tenxherë, edhe të jenë të sigurt që nuk po hajnë copka kimike bashkë me ushqimin e tyre. Edhe jam në kërkim të tenxhereve të mira këtu e pak kohë, po shoh një markë këtu italiane Lagostina quhet, e po mendoj të marr nga ata. Po në përgjithësi tenxheret e mira janë në tenxhere në acciaio, quhet në italisht, ose inox, që është fjalë internacionale. Mësim edhe unë informacionet që kam, po dini diçka më tepër, ma thoni sepse kam nevojë tani. Jam te faza që po informojme, po bëj këtë research. E kishte nxjerr tani Lidli 3 tenxhere që ishin inox, por ku është problemi im? Kam parë që nuk është kollaj të përdorësh ato, ose të paktën dëgjova që të duhet pak praktik derisa t'ja marrësh dorën. Mund të digjet ushqimi, mund të digjet tenxheria, se më duket që ajo duhet të jetë super e nxehtë para se ta vesh ushqimin, përndryshe ngjitet atje dhe bëhet një gjë e keqe e ndyrë. Edhe nuk e di se sa besimi kam vetes te kjo procedurë, se nuk dua edhe të harxoj lek edhe t'i hedh në plera pastaj ato tenxhere. Në përgjithësi tenxheret inox janë nga ato që ngjisin, nuk mundesh t'i gjesh si tenxheret të thjeshta që kam unë tani që janë me anti-ngjitje, domethënë nuk ngjiten ushqime. Po dini të më thoni pak si t'ja marr dorën tenxhereve inox, ose po keni ndonjë tenxhere të mirë që mundem ta gjej këtu në Itali? Më shkruani markën që edhe unë të hyj ta shoh pak. Tani në janar shkurt vinë edhe ato uljet, kështu që kam vënë në sy mos i marr në këtë periudhë. Por do shohëm se frika vazhdon të ngel. Duhet të kuptoj pak si do arriti përdor, sepse kisha një tenxherë të vogël inox, edhe kisha shumë bezdi të gatuaj atje, kisha shumë bezdi edhe kur trazoja zhurmën që bënte ai inox.Inte si në veri. Mu kthye edhe burri në shtëpi, në të njëjtën orë pak a shumë, edhe ishte në mood lufte, sepse po dëgjonte gjithë pallati që po fliste
duke thirrur. E kështu kur është në punë bëhet bish, transformohet në një o bishe. E po shkonte me hedhje dhe plerat. Po, se jam bish. Ja marrë këtë ditë, pronotoj ato aktinografi që më ka shkruar doktoresha. Të gjithë më thonë nga janari, se tani po afrohen e festat, ikën me pushime doktorët, bëhet njëra, bëhet tjetër, një lësh. Mori Kledi sot asikuracione në telefon, ata të insurance, e I tha të lutem shumë, mundohu të kërkosh edhe ti pak, sa më përpara ta gjejmë këtë aktinografin, radiografin çfarë quhet ta bëj gruaja se nuk është fare mirë. Edhe I tha ajo që ok, do mundohem, pastaj morim në telefonin dhe I tha që doktoresha ka shkruar 2 gjëra të ndryshme të bëj njërën mund e ta bëj, tjetra I di ku bëjt. Thatë se mora në telefon të gjitha asnjëri që jemi këtu te zona jonë në përgjithësi, nuk e bëjnë as spitalet private as ato shtetërore, se janë disa shtetërore këtu që janë gjysmë shtetërore, gjysmë private. Edhe mundemi të shkojmë edhe te këto me asikuraciones. Më shkruani si quhet kjo asikuracione në shqip se nuk po më vjen fjala tani. Gjithsesi. Tani tha Kledi të kërkoj edhe në Bologna kudo që të jetë që mundemi ta bëjmë, sepse është një aktinografi tepër shumë specifike I tha ajo. Edhe unë nuk e di po do duroj deri në janar të pres të bëjnë të gjitha. Nuk e di si do shkoj ky muhabet, po mos I kletos tepër, realisht po më krijon stres, po më krijon ankth, sepse duke mos qenë edhe mirë, nuk mundesh të bësh edhe shumë gjëra. Ta haj drejt pak, të marr kortizon, e të ndjem pak më mirë. Të bëjmë drugaxhi ilaçesh. Është java e tretë që po marr ilaçe të ndryshme. Paska ca gishta këtu, po I bëj shpejt e shpejt. Edhe këto dollapet, një kalim kështu nga jashtë. Vura edhe çajin që blevëm dje këtu, mos ngelen kështu në përqeska, më ranë ca poshtë dhe këto nuk I vej tani aty brenda. Gjunaf më vjen, po ç'a të bëj? Punktualisht në këtë periudhë në oborin ton dëgjojmë kafsh. E do jetë o I riq ose mi. Edhe I riqi është cute. Pa çuku, sa I bukur. Po miu. Edhe imagjinoni çfarë gjetëm? Mi, ishte I vockël, edhe kur janë të vockël edhe ato duken cute. Shpirt kanë të gjithë kafshët, por miu është gjë e ndyrë tani, ka sëmundje, nuk e kanë problem të jetojnë, por nuk do I desha idealisht rreth rrotull shtëpisë time. Gjithsesi, këto zgjedhje janë në jetë, sepse I gjete burrin nga fshati, që jetonte në fshat, që do vazhdonte të punonte në fshat, edhe u transferove në fshat. Qëri me minte edhe me I riqte, edhe me kaprollat, edhe me derat e egra. Por po tani nuk e di çfarë do bëjmë, sepse mua edhe më duket shumë krudele ti vrasësh. Nga ana tjetër nuk e dua. Si vetëm që hecën atje te kjo pjesë e oborit, që hecën edhe lushja edhe mund të marrë në smundi njërin tjetrin, nuk e dua idealisht. Tani duhet të kuptojmë pak çfarë do bëjmë, supozoj që do I vej ilaç. Më vjen realisht shumë keq. Por nuk besoj që ka me zgjidhje të tjera. Nuk më pëlqen kjo gjë. Unë në Athinë bëja si e çmendur me buburicin më të vogël. Tani kam bërë paqe me të gjitha kafshët e gjalla. Mi bërë shok e shoq, por më kuptoni, nuk dua mi në shtëpi. Kishte ardhur ora shtëpisë të lajt me avull, kështu që po e bëj edhe këtë, që pastaj të mundem të ndjej atë ndjesinë e pastërtisë brenda në shtëpinë time. Unë ngrofa kështu që hoqa xhaketën, edhe stepi fundit është obviously banja. Pjesa më e rëndësishme e shtëpisë që të jetë e pastër çdo ditë i jetës tonë. Më shkruaj të disa nga ju që Angela nuk duhet të vesh as psesh, as zjat, se nuk duhet të mbash atë posturën e trupit tani këndë ande. Njerëz jam dakord sepse e di vetë sa më dhem, por nuk bëj. Sa të më kaloj më kjo gjë, unë mos bëj asgjë këtu brenda, I bie të jetoj si parazit, edhe të qelbemi. Edhe Klajdi është në punë. Nuk mundem të rri gjithë ditën në divan, se ajo nuk më bën mirë. Kështu që ne do vazhdojmë programin ton ashtu si mundemi, duke I dhënë kurajo vetes, shpresë për më të mirën edhe kaq. Çfarë po them se di as vetë. Një tjetër javë që ndejmë tapetkat në për kalorifera. Çfarë të bëj njerëz, bëjmë pis, njërën javë do I lak. Ashtu si do bësh me çarçafët, ashtu si do bësh me peshqire. Kush do bëj bravo? Bravo. Bëj unë edhe një kafe tani që bëra punka. Dhe dua të hyj të kontrolloj pak çfarë po ndodh me divanin që kam porositur nga Jusku. Se është porositur që kur ishin këtu prindrit, domethënë para dhjetorit. Atje thoshte që do 10 me 15 ditë tari në shtëpi. Kan kaluar. Ku është ky divani? Kë janë festat po më vonojnë edhe më shumë. Ky hairstyle kur bëjmë punët e shtëpisë është fantastike. Besoj të gjitha po të njëjtin hairstyle kemi.
Etsy, where is my divani? Të marrë njërë në telefon. I nostri centralini telefonici. Mbyllen në orën 5 ora tani është 5:30. Nuk e dija këtë. Do i rimarr nesër në mëngjes, sepse atje thot max 15 ditë. Edhe datën 28 nëntor thot që është bërë dërgesja e produktit, domethënë që ja dhan kurrieri. Edhe kur shtyp te linku që më kanë lënë për tracking, nuk ka pasja i track, që nuk ekziston kjo IP-a ose nuk mund të hyjë kjo IP-a. Është ekzistent, nuk kam informacion fare domethënë për produktin të thotë që ka arritur deri këtu apo është aty apo po pret aty. Nuk më duket shumë normale kjo, diku e kanë haruar ata divanin, prandaj do marr nesër me mëngjes. Duhet ta shënoj këtë te to-do listi im. U ktheve ti? Edhe çfarë do bësh tani? Çfarë bëj? Çfarë më the që do bësh sot? Do i luaj. Po, çfarë do luash? Futboll. Si burr. Si burr. A luajnë burrat me mustaqe futboll? Po. Do keni te TikToku hol me këpucë dhe me aksesore. Tani unë duhet ta mbledh gjithë këtë namin që kam bërë këtu. Burri im i ku të luaj, kështu që tani kam kohë të bëj pak dark, do filloj me orizin. Bara edhe një orë editim. E faktikisht hangri një tost para se tiktet, se kishte arritur uria, edhe shumicën e rasteve kur kthehet nga futbolli nuk han, sepse thot më përzihet stomaku po ta haj. Po se hangri sot, do ja le ta haj nesër, se unë do e hedh ushimin në plera. O lushi, do vej në zjarri dhe tiganin, sepse dua të kombinoj orizin me këto qoftë kate sojës. Bëj edhe me atë pesto rosso, te që ju kam treguar, edhe dalan, çfarë t'ju them, të paktën për gustot e mia, janë një nga ushimet që më shijojnë më shumë në dimër. Turun. Madem Korizi. O Lushi, po ke ngrënë me mami, do t'jap një biskot, këdaj. Se më ndim se s'qe lyp kaq. Kur gatoj gjithmonë bjen erin këtu te këmbët tona, gjithmonë kushdo që t'jetë në buzë. Edhe erin e prek me durimin më të madh të botës, derisa t'i japësh diçka. Ore çfarëdo lloj gjëje që t'i jep, mjafton t'i japësh diçka. Ky është edhe luku final i darkës ton. Pjatën e Clyde-it do e mbuloj, që ta gjej të ngrohtë kur të vi në shtëpi. Ta hapëm edhe këtë adventkan. Sot më duket kemi vetëm Douglas, 16-ta. Ore, kemi të dyja. 8, kështu që duhet të hap 8-ën e Pixit. Ore, mos po gaboj. 8-a është kjo këtu. Është një mini toner, antioksidant tonic. Zoeva është ky lapsi këtu. Apude, të them të vërtetën, nuk para përdor produkte të këtilla, por më duket shumë ngjyrë e bukur. Maybe I will give it a try. Ky ishte dhe vlogu i sotshëm, edhe ne do shihemi si gjithë dhjetorit nesër. Mua.